Po i shohim temperaturat kështu mbi vendin tonë edhe që pas kemi më të gjatë të ngrënë sa i përket ditës së sotme dhe temperaturat janë gjatë të larta edhe kemi pa dje parashikimin e motit në Prishtinë për 3 ditë ku sot kemi temperaturë gjatë të lartë sa i përket Prishtinës, por edhe vendet e tjera nuk është që kanë keq sa i përket temperaturave. Po filloj kështu me Mitrovicën ku është 18, Prishtina 18, Gjilani 19, Ferizaj 19, po ashtu edhe Prizreni dhe Gjakova me temperaturën 19 gradë Celsius. Peja ka temperaturën 17 gradë e që temperaturat maksimale sa i përket ditës së sotme që kanë mjaft të nxehta. Edhe pas kemi më të gjatë të ngrënë sa i përket krejt kësaj. Edhe po e shohim që tashmë temperaturat janë mjaft të ngrohta edhe e dim që situata tashmë po ndrën edhe temperaturat e ngrohta tashmë po mbizetrojnë në vendin tonë. Po i shohim edhe temperaturat minimale sa i përket ditës së sotme edhe që kemi mjaft më edhe të ngrohtë sa i përket temperaturave minimale, e temperatura minimale në Mitrovic është 0 gradë, Prishtinë -1, Gjilan -1, Ferizaj -1, 3 në Prizren, 1 temperatura në Gjakov dhe 3 në Pej. Temperaturat minimale sa i përket ditës së sotme. Kështu që gjatë ditës sot nuk pas kemi temperatura sa i përket temperaturave të ulta të cilat veç po i diskutojmë vazhdimisht edhe që tashmë mund të themi që kemi temperaturat të mira. Hajde shkojmë e shohim Prishtinë, Shqipërinë, më falë, edhe të shohim çfarë mundi kemi. Po shohim kështu Shqipërinë edhe që ka temperatura gjatë të mira dhe gjatë ngrohta sa i përket vendit tonë, edhe vendit në Shqipëri edhe vendit tonë që i kanë të njëjta temperaturat. Po shohim kështu grafikat ku grafikat e temperaturave në Shqipëri janë të ngrohta edhe që po e filloj kështu me Shkodrën ku temperatura minimale është 5 ndërkaq maksimale 20, në Koks, më falni, temperatura minimale është 2 gradë, ndërkaq maksimalja 17, në Lezhë temperatura minimale është 5, ndërkaq maksimalja 18, Dibër temperatura minimale është 3 gradë, ndërkaq maksimalja 20. Durrësi temperatura minimale ka 7 gradë, ndërkaq maksimalja do të arrijë deri në 18 sa i përket ditës së sotme. Në Tiranë temperatura minimale është 5 gradë, ndërkaq maksimalja 20 gradë. Në Elbasan temperatura minimale është 5, ndërkaq maksimalja do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Në Vlorë temperatura minimale është 7 gradë, ndërkaq maksimalja 18. Në Korçë temperatura minimale 1 gradë, 16 maksimalja. Gjirokastër temperaturat më ulët 1, ndërkaq më e larta do të jetë 20 gjatë ditës. Saranda temperatura minimale ka 4, ndërkaq maksimalja do të arrijë në 18 gradë Celsius. Temperatura kështu të ngrohta, mirë po që gjatë ditës së sotme në Shqipëri temperatura më të lartë e ka Elbasani me 21 gradë Celsius. Temperatura ka gjatë të ngrohta, e po shkojmë edhe peshojmë Maqedoninë e Veriut se çfarë temperatura ka atje, kemi edhe atje një më të ngrohtë të kfjellët sa i përket Shqipërisë dhe Kosovës, të cilat kishin temperatura të larta. Po shohim edhe grafikën tashmë të Maqedonisë së Veriut, edhe atje pasmi më të ngrohtë sa i përket ditës së sotme. Edhe që temperaturat janë mjaft të nxehta, po e filloj shumë e Tetovën ku temperatura minimale është 4, ndërkaq maksimalja 19. Në Kumanov temperatura minimale është 0, ndërkaq maksimalja 21. Struga temperatura minimale ka 1 gradë, ndërkaq maksimalja 16. Në Kostivar temperatura minimale është 5, ndërkaq gjatë ditës do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Shkupi gjithashtu ka temperatura minimale 0 gradë edhe temperatura maksimale është 21 gradë Celsius. Kumanovën, Shkupin edhe Gostivarin e pas kemi si vendet më të ngrohta sa i përket Maqedonisë së Veriut me nga 21 gradë Celsius. Hajde shkojmë shohim Evropën, edhe të shohim se çfarë moti kemi në Evropë, po shohim kështu edhe grafikat e Evropës sa i përket temperaturave. E që dhe në Evropë pas kemi më të ngrohtë edhe temperatura mjaft të ngrohta sa i përket ditës së sotme, ku gjithmonë e filloj kështu me Lizbonë, pasi që temperaturat janë më të ngrohta sa i përket kështu Evropës, e që temperatura minimale Lizbona ka 12, ndërkaq maksimalja gjatë ditës do të arrijë deri në 17 gradë. Madridi temperatura minimale ka 9 gradë e ndërkaq maksimalja 13.
Dublini temperatura minimale është 8, ndërkaq maksimalja 13, Londra 10 minimale, 15 maksimalja, Brukseli temperatura minimale ka 8 gradë, ndërkaq maksimalja 17, Parisi temperatura minimale ka 7, ndërkaq temperatura më e lartë gjatë ditës do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Berlini ka temperatura minimale 2, dhe ajo maksimalja 17, Varshava temperatura minimale 3, ndërkaq maksimalja 17. Në Gjenev temperatura maksimale do të arrijë në 14, në Vjenë temperatura minimale është 19, në Paris veç e tham, edhe në Athinë temperatura do të jetë 19 gradë, Prishtinën, Shkupin edhe Tiranën i pam që temperatura do të jenë mjaft të larta, ndërsa në Athinë temperatura më e lartë do të jetë 20 gradë dhe Zagrebi temperatura më të lartë do ta ketë 19 gradë, sa i përket ditës së sotme. E që kemi një mot mjaft të ngrëtë dhe temperatura shumë të mira sa i përket edhe vendeve në Evropë të cilat veç vendosim me shku me vizitu, sidomos sot ku temperaturat edhe në Paris, edhe në Rom, edhe në Vijenë, në Zagreb, janë këgja temperaturat të larta. A di shkojmë shumë në Prishtinë për të ditë të ardhshme, edhe shumë se çfarë temperatura kemi në Prishtinë, edhe që tashmë kemi vikendin, kështu po i dim temperaturat se çfarë mundi na pret në vikend. A mund dalim me shku me vizitu dikon, po e shumë që pas me mat këgja të ngrët edhe po ja vlej ka qatë vikendit me shku me vizitu dikon, ose sidomos gjithja duar që gjithmonë e kemi miktonin që është Abi Green me shku në Preval me këto ditë, pse jo. Po e shumë kështu me 7 mars, kur temperatura minimale është 0 gradë, ndërkaq maksimalja do të arrijë në 20, me 8 mars temperatura minimale është 0, ndërkaq gjatë ditës do të arrijë në 19 gradë Celsius. Me 9 mars temperatura minimale është 2 gradë, ndërkaq maksimalja do të arrijë deri në 20 gradë. Temperatura të ngrëta edhe këtu në vendin tonë. Kështu që jemi afër pranverës dhe normal që duhet kemi kësi moti, por që kur të fillon kështu shumë herët mu bu pak nxehtë, po besoj kam na mungu dimri. Apo arta. Po. Sigurisht që kur i kemi këto temperatura Donjeta, janë edhe ashtu të shtys tutje për me planifiku edhe një pushim të mirë, të rehatshëm, dikon më knaq me shiju pak. Sidomos këto temperaturat që ka kanë në Shqipëri, mund është me shku edhe afër plazhit ato, pak më fresku pak. Pak të weekend, kështu me i prej këtyre ngjarjeve të fundit. E nëse flasim Donjeta për ngjarjet e fundit ka qenë një 24 orësh kështu bombastik.